Mjeku çudit botën. Vaj ulliri e sëll shëron këto 7 probleme. Ja kush duhet ta konsumojë urgjent. Një lugë vaj ulliri çdo mëngjes zgjon shëndetin në organizëm, i dhuron trupit tuaj shumë energji ndërsa forcon imunitetin dhe sigurisht edhe mirëqenien tuaj. Ai shton shije të padiskutueshme gatimeve dhe recetave të ndryshme anë mban botës, por krahas vlerave që çliron vaj ulliri në çdo gatim. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ai është mirëbërës edhe për organizmin. Sipas studimeve, sipas ekspertëve të Healthline, një lugë gjelle vaj ulliri në mëngjes do të ofrojë përfitime të qëndrueshme për organizmin e fuqishëm për gjatë gjithë ditës. Studime të shumta kanë treguar se njerëzit që konsumojnë rregullisht vajin e ullirit janë më pak të prirur të vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare duke përfshirë tensionin e lartë të gjakut, atakun kardiak dhe nivelet e larta të kolesterolit në gjak. Sipas ekspertëve, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i vajit të ullirit. Një lugë gjelle me vaj ulliri ofron 120 kalori, 14 gram yndyrë dhe as pak kolesterol. Vaji i ullirit përmban antioksidant, beta-karoten dhe vitaminën E. E gjithashtu përmban edhe përbërës fenolik si trisol dhe hidrotrisol. Por çfarë e bën vajin e ullirit kaq të veçantë nga vajrat e tjerë? Vaji i ullirit lidhet me numrin e ulët të humbjes së jetës nga sëmundjet kardiovaskulare në vendet që e konsumojnë krahasuar me ato që nuk e përdorin. Studiuesit kanë zbuluar se vaji i ullirit e mbron trupin nga zhvillimi i qelizave të dëmshme. Ato kanë arritur në përfundimin se vaji ul aktivitetin e P21-ras, një onkogjen që parandalon dëmtimin e ADN-s. Studimet tregojnë se ndryshe nga vaji i misrit, i cili rrit agresivitetin, vaji i ullirit ekstra i pastër kishte efekte krejt të kundërta, duke pasur ndikime më të mira sidomos te problemet e gjirit. Një nga përbërësit e vajit të ullirit është edhe oleo kantal, një lloj fenoli natyral që mendohet se nxjerr jashtë proteinat abnormale të Alzheimerit nga truri. Për të mbështetur këtë informacion, studiuesit kanë shpjeguar se sëmundjet e Alzheimerit janë më të vogla në vendet e mesdheut, ku konsumi i vajit të ullirit është më i lartë në botë. Të mirat e vajit të ullirit janë edhe në aparatin tretës, të cilat janë zbuluar fillimisht pas studimeve që janë bërë në lidhje mes ushqyerjes dhe radikaleve të lira. Studime të shumta kanë treguar për nivele të ulta të problemeve të aparatit tretës, përfshirë stomakun dhe zorrën e trashë. Kjo më së shumti atribuohet polifenoleve të vajit dhe antioksidantëve të tij antiinflamator. Vaji i ullirit është i pasur me acid oleik dhe cristol. Ato ndihmojnë në shmangjen e problemeve të pankreatitit akut, i cili është inflamacioni menjëhershëm i pankreasit. Ndaj, nisja e ditës me një gotë me vaj ulliri mund t'i ofrojë shumë përfitime për shëndetin tuaj. Vaji i ullirit nuk përdoret vetëm në kuzhinë, por edhe në mjekësi, farmaci ose higjienën personale. Ajo çka e bën vajin e ullirit një super ushqim është niveli i lartë i yndyrnave mono të pangopura, sidomos acidit oleik, që lidhet me antioksidantë të ndryshëm. Për shkak të përfitimeve të shumta që i sjell shëndetit, vaji i ullirit është i quajtur ndryshe mrekullia mesdhetare. Nëse do të konsumonit një lugë vaji i ullirit çdo mëngjes, ju do të parandalonit këto probleme. Sëmundjen e demantinës. Një nga shkaktarët kryesorë të sëmundjeve të Alzheimerit është rritja e akumulimit të aminoacideve në trup. Një grup ekspertësh në Universitetin e Louisianës kanë zbuluar se një përbërje fenolike e quajtur oleo kantal që gjendet te vaji i ullirit ka fuqi të kontrollojë nivelin e këtyre aminoacideve dhe t'i spastrojë ato, citon Health.com. Parandalon krijimin e radikaleve të lira. Vetët e vajit të ullirit janë të mira në luftën kundër lloje të ndryshme të inflamacioneve. Të dyja llojet janë testuar në lidhje me sistemin tretës dhe problemet të gjirit, ku pas se vaji i ullirit është i pasur me acid oleik që parandalon formimin e qelizave të dëmshme dhe antioksidantëve fenolik, të cilët kanë veti të mira kundër inflamacioneve. Përfshirja e vajit të ullirit në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shtuar për organizmin edhe në betejën kundër këtyre shqetësimeve, citon Health.com. Vaji i ullirit do të lidhet edhe me përfitime mjaft të mira ushqyese kundër lughatjeve të sheqerit në gjak. Konsumi një lugë të vetme me vaj ulliri nga personat që vuajnë nga diabeti tipi 2 i ndihmon ata në uljen e niveleve të sheqerit në trup,
si dhe ndihmon në rregullimin e niveleve të tensionit të lartë. Përfitimet e vajit të ullirit janë vërtet të gjëra, ndaj edhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt do të jetë një mundësi e çmuar në mbrojtjen e shëndetit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Vaji i ullirit është një element shumë i mirë ushqyes edhe në betejën kundër shqetësimeve të aparatit tuaj tretës. Ai forcon sistemin imunitar dhe antioksidantët që gjenden te vaji i ullirit ndihmojnë edhe në mbrojtjen kundër infeksioneve të ndryshme. Ndaj, pasurimi i dietës suaj me këtë vaj do të jetë një mundësi e çmuar në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Vaji i ullirit do të mbrojë edhe shëndetin tuaj të zemrës. Vaji i ullirit ndihmon në balancimin e niveleve tuaja të kolesterolit, ndihmon gjithashtu edhe për të rënë nga pesha. Vaji i ullirit do të jetë një mundësi e shkëlqyer për dëndësinë tuaj të kilogramëve dhe gjithashtu mbajtjen e një organizmi më të shëndetshëm. Përfshirja e vajit të ullirit në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shtuar edhe kundër komplikacioneve të tretjes. Ekspertët këshillojnë konsumin e të paktën 30 ml vaj ulliri 1 deri në 2 luggjeve dhe kështu do të merrni përfitimet mbreslënëse të tij në dobi të shëndetit tuaj të përgjithshëm. Vaji i ullirit është një produkt shumë i mirë edhe për shëndetin tuaj të lëkurës. Vaji i ullirit është përbërësi thelbësor në shumë produkte kozmetike, nga të cilat përfiton edhe lëkura juaj. Zvoglon skuqjen, entjen dhe mund ta mbajë fytyrën tuaj pa rregulla për një kohë më të gjatë. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben gjithashtu si dezinfektues natyral. Ai ndihmon në humbjen e kilogramëve të tepërt. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vaj ulliri ka efekte pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se pirja e rregullt e vajit të ullirit i ndihmoi ata në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Vaji i ullirit është shumë i mirë për shëndetin tuaj të trurit. Të pish rregullisht vaj ulliri ndihmon për të hequr grumbullimet e pllakave brenda qelizave të trurit tuaj. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Mbështesin shëndetin tuaj të kockave. Nga elementet që gjenden te vaji i ullirit mund të përfitojnë njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden te vaji i ullirit lehtësojnë dhimbjet e kyçeve dhe përmirësojnë ngurtësinë e tyre të shkaktuar nga artriti. Reduktojnë gjithashtu inflamacionet. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe ushqime të tjera të pasur me omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup. Kjo nga ana tjetër mund të ndihmojë në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara nga inflamacioni. Vaji i ullirit është i mirë për shëndetin e zorrëve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomakun tuaj mund të shkaktojnë ulcer në stomak. Vaji i ullirit është provuar në luftën kundër bakterieve dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të shkatërrojë bakterie të dëmshme në më pak se 14 ditë. Sipas Step2Health, vaji i ullirit është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të shtuar në dietën tuaj. Të mirat e vajit të ullirit në aparatin tretës janë zbuluar fillimisht pas studimeve që janë bërë në lidhje mes ushqyerjes dhe radikaleve të lira. Studime të shumta kanë treguar se nivelet të ulta të problemeve në aparatin tretës, përfshirë stomak dhe në zor, mund t'i atribuohen polifenoleve të vajit dhe antioksidantëve të tij antiinflamator. Vaji i ullirit është i pasur me acid oleik dhe thristols, të cilët ndihmojnë në shmangjen e problemeve të pankreatitit akut, që është inflamacioni i menjëhershëm i pankreasit. Vaji i ullirit lidhet gjithashtu edhe me përfitime të larta në shëndetin tuaj. Konsumi një lugje të vetme me vaj ulliri çdo mëngjes do të jetë një aleat i çmuar në betejën kundër këtyre komplikacioneve, citon eksperti Step2Health. Vaji i ullirit përmban yndyra të shëndetshme që ndihmojnë në djegjen e yndyrnave trupore në mënyrë më të shpejtë. Gjithashtu, vaji i ullirit përmban antioksidant që bëjnë atë një element të mirë për sistemin imunitar duke siguruar mbrojtje kundër problemeve dhe infeksioneve, citojnë ekspertët. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.